Prishtina po përballet me një nga krizat më të gjata të transportit publik dhe viteve të fundit, teksa autobusët e trafikut urban dhe operatorët privat nuk kanë lëvizur për 24 nëntorit. Punëtorët e dy sektoreve kanë hyrë në ditën e 9 të protestës, duke paralajmëruar bllokimet e reja sot, nga ndërtesa e qeverisë deri tek ajo e komunës së Prishtinës. Ajo ku mbuli se bllokata do të vazhdojë deri në momentin që fondet e premtuara do të alokohen dhe borxhet e prapambetura të shlyhen. Kriza mori një kthes së re me 27 nëntor, kur Këshilli i Bashkiak i Prishtinës miratoi një shumë prej 28 milion eurosh për normalizimin e situatës. Sipas vendimit, tashmë topi ndodhet në fushën e Ministrisë së Financave, e cila duhet të lëshojë fondet nga thesari në mënyrë që komuna të procedojë me pagesat. Sipas raportimeve të mediave vendase, borxhi ndaj trafikut urban arrin në 2.4 milion euro, ndërsa rreth 2 milion euro i takojnë operatorëve privat. Përfaqësuesit e kompanive të transportit thonë se vonesat kanë krijuar vështirësi të mëdha financiare, duke e bërë të pamundur mbajtjen dhe funksionin e flotës së autobusëve dhe pagesën e punëtorëve. Ndërkohë, qytetarët e kryeqytetit janë detyruar të gjejnë si dhe alternative për të lëvizur, qoftë duke përdorur taksi, makina private apo duke ecur me këngë për distanca të gjata. Situata ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha, veçanërisht tek nxënësit, studentët dhe të moshuarit që varen nga transporti publik për udhëtimet e përditshme. Përplasja mes nivelit lokal dhe atij qendror mbi përgjegjësinë e krizës vijon. Komuna e Prishtinës sot se fondet janë bllokuar nga qeveria, ndërsa zyrtarët qeveritar pretendojnë se procedura ligjore nuk janë respektuar nga komuna. Derisa palët të vazhdojnë ping-pongun institucional, qytetarët mbeten të parët që vuajnë pasojat e kësaj situate të pazgjidhur.